Ngriti si parin mbrëmjen e së premtes të 7 gushtit edicioni 4 të festivalit folklorik në Kot, një organizim i kthyer tashmë në traditë. Gjatë 3 ditëve të festivalit që mbyllet të dielën, do të ngjiten në skenë 20 grupe me 250 festivalistë. Ka tradita që nuk lindjen rastësisht, ato ndërtohen me vizion, punë dhe përkushtim. Dhe një prej tyre është edhe festivali Këngës Labe në Kot, i cili për të 4-tin vit radhazi sjell në zemër të Labërisë zërat më të bukur të polifonison. Bashkia e Selenicës ka qenë jo vetëm administratore e territorit, por edhe mbështetës e kulturës, traditës dhe identitetit të kësaj treve. Përmes këtij festivali dhe 10 nismave të tjera, ajo ka bërë që emri Selenicës dhe i Kotës të promovohet në mbar vendin. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj, duke përshëndetur nisjen e festivalit, theksoi se festivali folklorik i Kotës nuk do të mbarojë kurrë. Në nome të gjithëve, në radhë parë dua t'ju falenderoj që për të 4 vite ju e keni mbush këtë shesh dhe këto skena plot. Dhe prezenca juaj është një prezent zëmre që tregon dashurinë që kemi ne si zonë dhe ju të gjithë bashkë për Këngën Labe. Unë dua të falenderoj jurin, e cila sot dhe për të 3 netët e ka pritur propozimin ton me shumë dëshirë dhe shumë kënaqësi, që nga mjeshtri i madh Golik Jaupi, që unë dua një urdhrokitje nga të gjithë juve. Nga Artur Gamo, i cili është për herë e dytë pjesë e jurisë, dhe në fund e vëlsira për Kristo Qipër. Duke e falenderuar dhe Shqiponjën që e tha shumë mirë, është për të vitin e 4 që prezanton këtë festival. Shumë faleminderit Shqiponjën që e prezanton me atë dinjitet që e do dhe e ka për vlerë gjithë kjo zonë. Ne si bashki kemi pasur një fokus të veçantë. Kemi pasur një fokus të veçantë të pasuritë që ne kemi. Dhe Kënga Labe është një prej pasurive dhe pasaportave më të mira për Selenicën, për Labërinë dhe gjithë Shqipërinë. Dhe duhet që të organizohet dhe të festohet edhe më fort, edhe më bukur se kaq sa jemi këtu. Unë dua ta shpall të hapur edicionin e 4 të këtij festivali. Ky festival nuk do të pushoj, nuk do të mbaroj asnjëherë sido që të shkojnë ngjarjet. Edhe një herë shumë faleminderit dhe urojmë grupeve suksese. Më pas ka nisur edhe konkurimi grupeve në natën e parë. Në skenë janë ngjitur edhe antarët e juristë që kanë përshëndetur si mjeshtrat e mëdhenj Golik Jaupaj dhe Artur Dhamo. Deri në që përshëndes të gjithë ju të pranishëm. Për ftesën që më bërë sot jem në juri me 2 artistat të mëdhenj, zotin Artur Dhamo dhe Kristo Qipër. Falenderit kryetarit Bashkisë Nertil Bellos për ftesën. Falenderit gjithë juve. E dini që artisti kur populli në këmbë, artisti u lën ngjojë dhe unë para jush tani ju falenderoj gjithë. Bashkia Selenicë Festivali Folklorik 2026, diplom i jepet festim Agaraj Kropqist. Për pjesëmarrje dhe performancën të lartë në edicionin e 4 të Festivalit Folklorik organizuar nga Bashkia Selenicë me datat 7, 8, 9 gusht 2020. Kryetari Nertil Bellaj dhe drejtori dhe Sejmen Gjokoli, 2 miqtë e mi të ngusht. Njështë të mënej. Faleminderit. Faleminderit. Gjithashtu diplom grupit të grupit Kotës. Njësoj motivacioni për pjesëmarrje dhe performancë të lartë të edicionit 4 të Festivalit Folklorik organizuar nga Bashkia Selenicës në datat 7, 8, 9 gusht 2026. Kryetari Nertil Bellaj dhe Sejmen Gjokoli, mjeshtri i madh. Ju falenderit udhëro. Mirëmbrëma të gjithëve, falenderit që bëhem pjesë për vitin e dytë, për të kontribuar sadopak si antar jurist, por ajo që dua të them është që vit pas viti
ky festival po lartësohet, po kompletohet, dukshëm është nga pjesëmarrja e grupeve, nga infrastruktura, nga pjesëmarrja, nga publiciteti dhe çdo gjë tjetër. Ajo që unë dua të evidentoj, paktën sa kemi parë me këto grupe, është që kjo skenë zbukuruar me marsit e vjetër, ata që janë legjenda që kanë dhurë të këngë, bashkë me të rinjt. Kjo është për të duartrokitur dhe është për të thënë që kënga Labe do të vazhdojë. Faleminderit. Kjo është certifikata juaj e pjesëmarrjes, takzoni dhe urime edhe për performancë. Drejtori i festivalit Sejmen Gjokoli tha se ky festival është unikal, pasi 20 grupe dhe 250 festivalistë janë pjesë e tij, duke sjellë kështu një diversitet të jashtëzakonshëm. Mirëmbrëma të gjithëve, besoj biem dakord që është unikal ky festival për 3 arsye. E para, sepse është i vetmi festival që zhvillohet në 3 vazhë shqiptare brenda territorit të jurisdiksionit të një pushteti vendor. Është rast i pandodhur ndonjëherë. E dyta, sepse, dhe kjo është më rëndësishmja, është gati e pabesueshme që brenda një territori të një bashkie rreth 20 grupe me rreth 250 festivalistë të jenë në këtë skenë që do të ngjiten në këto 3 mbrëmje. Dhe e treta, sepse ka një diversitet të jashtëzakonshëm, jo vetëm në etnomuzikologji, por edhe në mosha. Ja, ju shikoni grupin që unë do t'i dorëzoj diplomën, me çfarë mrekullie na vjen. Dhe kësaj do t'i gëzohemi. Do t'i gëzohemi grupit të Vllahinës, që është krejt i ri, grupit të Gjormit që do t'jetë nesër, këtyre të rinjve që janë sot këtu edhe të tjerë që dolën e do të dalin në këto 2 net. Urime të gjithë festivalistëve, të gjithë grupeve dhe kështu e paqim gjithmonë. Urime grupit të Sevasterit. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj i dha certifikatën e pjesëmarrjes në festival grupit të Memaliajt dhe me batut tha se të dyja bashkitë, si Selenica ashtu edhe Memaliaj, kanë të njëjtin hall. Diplomën e pjesëmarrjes grupit Memaliaj, unë dua t'i falenderoj sepse janë për të 4 vite radhasi që nuk i ndajnë këtij festivali me përshëndetjen e tyre. T'ju këndoj zëmra e gjithmonë të keni suksese. Në 3 suksese festivalit, falendet gjithë organizatorëve që na kanë ftuar për 4 vite të rresht, dhe në fakt është dhimbja e të 2 bashkive që 2 bashkit me vlerat më të mëdha, sidomos nëntoksore, të 2 me minjera historike, nuk e di se çfarë bëjnë bap dhe duan t'i heqin. Ne do mundohemi fort, edhe unë dhe Nertili besoj sepse jemi të njëjtit lloj, ta mbajmë sepse janë vlera të pazvendësueshme dhe nëse ikin, kam frikë se do na humbasin. Faleminderit. Në fund të natës së parë të festivalit folklorik në Kot, juria prezantoi edhe grupet e kualifikuara për në natën e dytë. Fitoj nga rasti, me që juria më ngarkoi për të dhënë vlerësimin për natën e parë, të falenderoj një herë publikun e mrekullueshëm të gjithë Labërisë me në këtë qendër historike nga ka filluar betejat historike shqiptare. Së dyti, të falenderoj gjithë festivalistët dhe në mënyrë të veçantë të rinjt, të cilët i dhanë një atmosferë të mrekullueshme kësaj nate. Së treti, kryetarin e bashkisë, se sido që të vinë problemet, çfarë do lloj uji të sjell lumbi, ky do të ngelet në histori që bëri një nga lëvizjet më të mira për këngën Labe dhe në përpjekjet e tija ka me vete dhe bekimin e këngës Labe. Urime kryetar. Juria, duke gjykuar mbi të gjithë performancën e këtyre grupeve, mendon dhe vendosi që grupet për nominim, për çmim, për natën e tretë me nga 2 këngë do të jenë Kota, Brataj, Selenica, Vezhdanishti dhe Sevasteri. Njëkohësisht, juria vlerëson për natën finale, për pjesëmarrje edhe grupet si mposhtë. Festim Agaraj si me cull dyare si instrumentist.
grupi Koculit, kënga e parë. Do jemi dhe unë e gjithë. Grupi i të rinjve të Vllajinës, kënga e parë. Grupi autokton, kënga e dytë. Dhe grupi Mazhar Lapardha, kënga e dytë. Urime të gjithë dhe suksese për natën e tretë.